Tunxha tjeta, uroj të jeni mirë. Dron rus mbi Ankara, Erdogan hap zjarr me F-16 dhe I rrezon ato, përplasje e rrezikshme ndërmjet Rusisë dhe Turqisë. Si reflekton kjo në ndezjen e rajonit dhe si mundet të ndikojë me pasojat e saj këtu në Ballkanin ton? Çfarë po ndodh në Tiranë, teatri I parlamentit sot në mëngjes, lufta dhe betejë politike e cila bëhet për të kontrolluar shqiptarët në këtë moment të rrezikshëm tranzicioni që po kalojnë shqiptarët dhe Shqipëria. Ju lutem, qëndroni me mua në një minutazh të shkurtër të kuptojmë çfarë po ndodh në lojën e madhe dhe në lojën e vogël, pse Ilir Meta ka dalë sërish në skenë dhe çfarë ka deklaruar ai për SPAK-un lidhur me 21 janarin, si ndikon kjo në ekuilibrat e lojës politike brenda Shqipëri, por çfarë po synon realisht Ilir Meta me këtë deklaratë të tij. Cila është arsyeja e puthjes së Judës, puthja e Shabanit, për ata të cilët bënin teatr sot që I dhan firmat Shabanit dhe bënin sikur ziheshin sot në parlament për të treguar se ishin të shqetësuar nga zgjedhja e Shabanit, të cilit ja dhan ata firmat dhe bënin sikur ishin të shqetësuar dhe kush e kush të shkëlynte xhaketën dhe kollaren më shumë, duke bërë një skeç të fliqur, të turpshëm, të cilin shqiptarët do ta pështyjnë me neveri, skeçin e tyre dhe puthjen e Judës së Shabanit të Sorosit, I cili ju bëri më shumë se sa dëmi I zgjedhjes, si avokat populli bëri dëmin e madh spektakolar, u tregoi shqiptarëve që brezi I ri, këta të shkolluarit, këta me syze, këta të edukuarit, këta të artikuluarit, janë një tuf banditësh dhe prostitutash të cilët nuk vlejnë. Janë një lloj si të vjetrit. Janë çuna pazaresh, janë çuna rrugësh, janë çuna semaforësh, janë çuna pazarësh, janë çuna të pisët, janë çuna të ndyrë, janë çuna pa moral, një lloj si të vjetrit. Dhe qëllimi I kastës politike është një, t'u tregoj shqiptarëve që ne të gjithë jemi një tufë e madhe banditësh, dhe ju jeni një popull banditësh të cilët nuk mundeni të prodhoni përveç se banditëve, imoralëve, të pështirëve, të cilët I keni ngjitur ose në parlament dhe në qeveri, ose si alternativa politike, si rasti I Shabanit dhe I Lapajt, të cilët u përdorën, u fryn, u imponuan, u investuan, u reklamuan, u intervistuan fuqimisht tek studiot e Beogradit në Tiranë, tek studiot e të përdalëve të Tiranës dhe të prime time-it, për të realizuar një skeç të madh, mashtrimin e madh të shqiptarëve dhe kontrollin e lojës nga Rama Berisha, çifti I cili po bën një teatr të pështirë, të turpshëm dhe u duhej edhe një aktor I ri për ta realizuar këtë. Aktori I ri erdhi në formën e një kondomi, erdhi Endri Shabani I kuq, marksisti Shabani, që ju servir shqiptarëve si djali I ri, ju servis shqiptarëve si njeri I shkolluar, si brezi I ri I artikuluar, dhe blidhte natë për natë nga studio në studio, tek studiot e fliqësisë këtu në Tiranë, tek studiot e hajdutërisë, të oligarkëve hajdut, të cilët pastrojnë paratë e Beogradit këtu në Tiranë dhe maskohen në flamur amerikan. Rama dhe Berisha janë në momentet e tyre të fundit dhe u duhet ta kontrollojnë skeçin deri në fund, bashkë me analistët e prime time-it, bashkë me studiot dhe gazetarët dhe televizionet e bordellove të mëdha, tek bordelot e mëdha mediatike, janë duke vrarë shpresën e fundit të shqiptarëve, duke u treguar atyre se nuk kanë shpresë, se të gjithë janë një lloj dhe se të gjithë janë ndyrësira dhe krijesa të pista të cilët presin me zor pazarin më të parë dhe I shesin dhe u fusin shkelmi në fyt pjesës tjetër të shqiptarëve. Kjo ishte puthja e Judës, me të cilën Shabani I kuq marksist I Oxfordit, djali I ri, për të cilin kisha 8 muaj që ju paralajmëroja, për atë dhe për Lapajn, në çdo emision, në çdo video. Por bordelot e regjimit mediatik, bordelot mediatike të regjimit politik të Tiranës, të regjimit bipolar Rama Berisha, kishin synim dhe investoheshin tek Shabani dhe Lapaj, dhe tek lojtarët e ri, duke injoruar ne lojtarët e tjerë, sepse ata e dinin
që ne jemi lojtarët e pa kontrolluar prej tyre. Ata nuk na kontrollojnë dot, sepse ne nuk jemi as gjinsi i tyre, as geni i tyre, as soji i tyre, as morali i tyre, as neveria që ata përfaqësojnë. Urgjentisht të shkojmë në Ankara, atje ku janë ndezur flakët ndërmjet Rusisë dhe Turqisë. E ndjekim këtë, sepse një përplasje e Rusisë dhe Turqisë dhe ndezje e zjarrit ndërmjet tyre, pa asnjë diskutim do të ketë refleksionet e saj mbi Ballkan. Do ketë ndikimet e saj të drejtë për drejta të sigurisë, të gjeopolitikës, të politikës dhe të lojës së madhe këtu në Ballkan. Çfarë ka ndodhur në Ankara? Dy miqtë e ngushtë, Erdogan dhe Putin, edhe pse kanë patur uljet dhe ngritjet e tyre në marrëdhëniet në vitet e fundit, veçanërisht pas luftës në Ukrainë, Turqia është pozicionuar shumë saktë, shumë bukur në lojën e Ukrainës, e distancuar nga gjitha palët në përpjekje për të marrë një rol të ndërmjetësit. Deri në këtë moment, Turqia luajti saktë. Putini e pa lojën e Turqisë dhe i pëlqeu kjo lojë dhe i shkoi Erdoganit pa pas. U bën miq, u afruan, u larguan, u tensionuan, u shtensionuan. Vetëm përpara 2 ditësh vjen droni rus mbi Ankara, kalon detin e zi, hyn në territorin turk, kalon të gjithë sipërfaqen nga bregu i Turqisë i detit të zi dhe mbërrin deri në Ankara. Dhe vetëm pasi rrotullohet mbi Ankara, mbi fabrikën e raketave turke në kryeqytetin turk, e kapin më pas radarët. Një F-16 e Erdoganit ngrihet me njëherë në ajër, me kosto të jashtëzakonshme dhe të lahtarshme për ngritjen e saj, për të rrëzuar një dron rus që kushton $1.000 apo $2.000. Cila është simbolika? Përse Putini po godet Erdoganin dhe Erdogani po godet Putinin? Cilat janë mesazhet që po çojnë miqt për njëri tjetrin, miqt e ngushtë tashmë, dhe cilat janë simbolikat e kësaj flake, e këtij zjarri që është duke u ndezur ndërmjet Rusisë dhe Turqisë. Dhe ku janë amerikanët në këtë ekuacion? Le ta kuptojmë lojën pak e nga pak. Kjo përplasje vjen vetëm pak ditë, 4-5 ditë përpara se Rusia të godiste 2 anije civile tregtare në detin e zi turke në të njëjtin orar, në të cilin Erdogan dhe Putin ishin duke diskutuar dhe ishin duke bërë bisedime në Kazakistan. Pra, Erdogan dhe Putin ishin ulur dhe po kryenin bisedime dhe ishin në miqësinë e njëri tjetrit para 4 ditësh në Kazakistan, dhe ndërkohë që 2 miqt, njëri i Ankaras dhe njëri i Moskës, rrinin në tryezën e Kazakistanit, anijet turke goditen nga Rusia në detin e zi. Dhe ndërkohë edhe Turqia godet dhe kishte goditur anijet ruse tregtare, po në detin e zi, shumë pranë Turqisë. Rusët dolën me versionin e tyre zyrtar, dhe turqit dolën me versionin e tyre zyrtar. Çfarë kishte ndodhur ndërmjet 2 vendeve? Ankaraja tha, e mirë kuptojmë dhe në një formë apo në një tjetër e gëlltiti goditjen e anijeve tregtare turke, sepse e dinte që ata kishin goditur edhe anijet ruse. Dhe në një farë mënyre u latë nënkuptohet me nën tekst se ishte një lloj hakmarrje e Rusisë për atë që kishte për Turqia. Ndërkohë që goditja e anijeve ruse tregtare në detin e zi, gjithashtu nga ana e Putinit, nuk ishte adresuar Ukrainës, me cilën Rusia është në luftë, por ishte adresuar një burimi të panjohur, sipas deklaratës zyrtare të Kremlinit, që do të thotë deklarata e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, por edhe e Turqisë,
synuan të mos adresojnë akuzat drejt për drejt ndaj njëra tjetrës, në mënyrë që të ruajnë fitilin e fundit apo fijen e fundit të raportit. Po si shkuam deri këtu? Ndërkohë që Turqia e gëlltit këtë shëtitje të dronëve rusë mbi Ankara, dhe ndërkohë që dy miqt e fortë, Erdogan dhe Putin, bisedojnë dhe flasin për çështje të mëdha dhe për ekuilibra të mëdha, si mbritëm këtu? Mbritëm dhe kjo nuk është një ngjarje e re. Ka patur fërkime dhe përplasje të forta mes turqëve dhe rusëve, qoftë në Sirinë e Veriut, qoftë në Afrikë, qoftë në rajone të tjera të botës. Rusia po e ruan Turqinë dhe Turqia po e ruan Rusinë me kujdes. Të dyja palët janë në miqësi me njëra tjetrën, por loja e madhe po dikton një lëvizje të re të akrepave të orës gjeopolitike, qoftë të Ankaras, qoftë të Washingtonit, qoftë të Moskës. Kohë më parë, jo shumë larg më parë, rusët i vranë 36 ushtarë turq në një godinë për të cilën turqit i kishin njoftuar rusët se është godinë ku janë ushtarët tanë. E megjithatë, ata i kishin goditur dhe kishin vrarë plot 36 ushtarë turq. Edhe më parë po të nisemi nga fillimi pra i precedentëve të nisjes së përplasjes, nëse ju e kujtoni, ata që janë të vëmendshëm, ndodhi edhe vrasja dhe ekzekutimi i ambasadorit rus në Ankara nga një antar i forcave të sigurisë, pra. Dhe nga kjo kuptojmë se tensionet kanë qenë gjithmonë aty të pranishme, por janë administruar me kujdes nga dy miqt e fortë dhe të kujdesshëm dhe të ruajtur nga njëri tjetri, miku i Moskës dhe miku i Ankaras, përkatësisht Erdogan dhe Putin. Si erdhëm në këtë moment dhe çfarë po ndodh saktësisht? Gjithçka ka nisur me vizitën e presidentit Erdogan në shtëpinë e bardhë në takimin me presidentin Donald Trump. Trump, pasi i thuri elozhe, pasi i thuri lavde mikut të tij turk nga Ankaraja, dhe pasi tha se është një burr i madh, burr i mirë dhe një njeri shumë i respektuar, ai nuk la pa i kujtuar Erdoganit se koha e përplasjes dhe e luajtjes me disa dyer tashmë ka mbaruar. Tregojnë njoftime nga shtëpia e bardhë. Takimi i Erdogan me Trump në shtëpinë e bardhë kishte edhe zhvillime pas dyerve dhe pas perdeve. Dhe prej atyre zhvillimeve ishin ku presidenti Trump i kërkon Turqisë që të pozicionohet dhe të bëhet gati për lojën e madhe, sepse do të jetë lojë thyrje kockash mes Europës dhe Rusisë, që po bëhet gati një luftë e tmerrshme thyrje kockash, e njoftoi dhe von der Leyen dje, dhe pardje ka folur kancelari Merz dhe shefi i NATO-s dhe gjithë, dhe me sa duket Amerika pa çka se ka dhënë dorëheqje, ka bërë një lloj divorci me Europën, kërkon prej Erdoganit që të rreshtohet me Europën kundër Rusisë, ose me Amerikën dhe Europën kundër Rusisë, ose të shkojë në krahun e Rusisë. Erdogan ka luajtur mjeshtërisht me të dyja portat gjatë gjithë kësaj loje, herë si ndërmjetës, herë duke kryer detyrat e Washingtonit te kampi i lindjes, herë duke kryer detyrat e kampit të lindjes në portën e Washingtonit, por jo jashtë vëmendjes së të dyja palëve për këtë rol të presidentit turk. Kjo ka qenë linja e kuqe e vënë nga Trump për presidentin Erdogan. Sot është momenti të luash me ne ose kundër nesh. Ky ka qenë lajmërimi i parë, i dyti ka qenë i lidhur me çështjen e naftës dhe të gazit,
mos merr më naftë ruse dhe gaz rus, sepse këtë mund ta kompensojmë me naftë nga Iraku dhe me naftë dhe me gaz, pra nga Izraeli dhe nga Egjipti. Mundet të shkëputësh nga Rusia, sepse nevojat e tjera ti plotësojmë ne nëpërmjet lojtarëve tanë të tjerë në rajon, siç janë Iraku, Izraeli dhe Egjipti. Turqia po qëndron me ngulm në mes dhe po projekton lojtarin e madh global. Daljen nga një lojtar rajonal në një lojtar ndërkombëtar. Dhe po e thur me shumë kujdes. Këtë merimang të madhe rrjeti, këtë rrjet të madh i merimange interesash gjeopolitike dhe gjeoekonomike, pa u dëmtuar dhe në tentativë për të mos prishur punë me asnjërin palë. Pika e tretë ishte çështja e pastrimit të parave. Shumë e fortë është përplasja sot brenda Turqisë, arrestime të mëdha të kompanive të mëdha, të CEO-ve të kompanive të mëdha dhe një përplasje thyrje kockash brenda Turqisë për çështjen e lavatriçes. Kjo na kujton në një farë mënyre edhe lavatriçen e madhe të Tiranës, por s'është ky moment, dhe paralajmërimin e Washingtonit. Me presion nga Washingtoni, Erdogan nis goditjen e një pjese të madhe të kompanive, të cilat ishin të implikuara në lavatriçe të lekëve, të parave, me sapun rus, me detergjent rus. Dhe kjo ishte për arsye se amerikanët kishin thënë, këto 3 pika janë vije kuqe. Jo vetëm këto, por vetëm para pak ditësh, ambasadori amerikan në Ankara dhe emisari i Donald Trump për lindjen e mesme dhe Sirin, Tom Barrack, ka dalë dhe ka deklaruar se Turqia tashmë do të heqë dorë nga S-400 e Rusisë dhe ne, Amerika, do t'ja heqim atë sankcion të padrejtë që e kemi mbajtur deri tani dhe do t'i japim F-35 gjenerata e 5. Në këtë moment vjen përgjigja e Vladimir Putinit me shëtitjen e dronit mbi Ankara për t'i treguar Ankaras se duhet të mendohet mirë përpara se të vendosë nëse do t'jetë me Rusin apo do t'jetë me Washingtonin. Ndërkohë, Rusia vazhdon të luaj e ekuilibruar dhe me shumë kujdes, por në të njëjtën kohë ngre F-16 në ajër dhe shpartallon dronin rus dhe mesazhin e Putinit. Çfarë mund të ndodhë dhe si mund të ndodhë, loja është në momente thuajse finale, sepse Washingtoni kërkon tashmë pozicionim. Do të luani këndej apo do të luani andej. Turqia thot, unë jam shtet i madh, nuk mundet të më detyroj kush që të shkoj dhe të bëj zgjedhje të kësaj natyre, sepse unë mund të luaj me Rusinë, me Kinën, me Azinë Qendrore, me lindjen e mesme, me Afrikën, me Amerikën Latine dhe me Washington, por edhe me Europën. Ndërkohë që koha dhe tiktaket e orës në Washington, në Bruxelles dhe në Londër rrahin me shpejtësi dhe thonë, është koha e vendimit të madh. Do të luash ande apo do të luash këndej, përpara se të nisë betejë e madhe e thyrjes së kockave ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Sepse amerikanët u kanë thënë edhe turqëve edhe palëve të tjera se Putini është duke u treguar kokfort dhe po e çon botën në një rrezik të madh. Sa më shumë që e tolerojmë, aq më shumë hidhet në sulm dhe kërkon llokma të reja. Sa më shumë i japim, i thot Trump zotit Erdogan, presidenti Trump i thot presidentit Erdogan, sa më shumë i japim Vladimir Putinit, aq më shumë bën si garip dhe bën si fort. Dhe ky është momenti të ndajmë shapin nga sheqeri.
Në rast se Turqia vendos të luaj me Washingtonin kundër Rusisë, do të paguaj fatura, dhe nëse vendos të luaj kundër Washingtonit me Rusinë dhe me Kinën, do të paguaj fatura të mëdha. Po cilat janë faturat? Vetëm në rastin e parë, le ta marrim skenarin shkurt të një përplasje me Moskën, aq më tepër në këtë moment ku Aleksandr Dugin, truri dhe ideologu më i madh i Vladimir Putinit dhe i Kremlinit, ka thënë që turqit na kanë prerë në bes disa herë dhe ne nuk mundemi më ta tolerojmë Ankaran dhe Erdoganin. Shumë herë Aleksandr Dugin ka folur për tradhtinë e Erdoganit, ndërkohë që Ankaraja edhe ajo ka folur shpesh për tradhtinë e Putinit. Ndërkohë që dy burrat e mëdhej, Putin dhe Erdogan, bashkë me Trump, janë të vetëdijshëm se loja është pak më komplikuar se ajo që duket në fotografi. Dhe secila palë kërkon ku do të arreshtohet pala tjetër. Në rast të një përplasje dhe të pozicionimi kundër Rusisë, pas një diskutim, që Irani do të hyjë në lojë dhe do të koordinojë me Rusinë për të goditur fillimisht interesat e Turqisë në Siri, nëpërmjet grupimeve që kontrollon atje dhe nëpërmjet Al-Qaedes, me të cilën kohët e fundit Teherani ka ruajtur marrëdhënie të mira dhe mundet të koordinojë bashkë me Moskën për të goditur Ankaran dhe interesat e saj në lindjen e mesme dhe në Siri, dhe nga ana tjetër ky lloj koordinimi mundet ta shndërrojë Turqinë në një target direkt të Rusisë dhe të aleatëve të saj për të goditur interesat e Turqisë, qoftë në lindjen e mesme, qoftë në Azinë Qendrore, por pse jo edhe në Ballkan. Turqia ka thënë se është e rëndësishme të mbarojë lufta lidhur me Ukrainën dhe ka thënë se gjëra të tilla dhe aksidente të tilla ndodhin her pas here dhe ne duhet t'i mirë kuptojmë ato. Pra, është një tentativë e Rusisë për të vendosur qartësisht në linjën e zbutjes së tensioneve për të shmangur faturat e përplasjeve të mëdha, sepse Turqia në këtë moment nuk do përplasje. Nuk do përplasje sepse po bëhet gati për një lojë të madhe, që është forcimi i saj dhe shndërrimi i saj në lojtar botëror. Si rrezikon Ballkani nga kjo ndezje e situatës mes Rusisë edhe Turqisë? Në fakt, dikush mund të thotë, po si lidhet Ballkani me këtë histori? Ballkani lidhet drejt për së drejti. Sepse nëse Turqia do të bëj zgjedhje dhe do të rreshtohet hapur dhe direkt me perëndimin ashtu siç ka qenë, ekziston mundësia që Rusia të kërkojë kompensim gjeopolitik diku tjetër. Dhe Ballkani, pa asnjë diskutim, është terreni më i brisht në këtë moment që po ndahet torta e botës. Bosnia dhe Republika Srpska përdoret si një pikë presioni institucional, Serbia forcohet si një pikë, si një nyje ruse, inteligjencë, energji dhe destabilizim politik, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi përballen me presion informativ dhe ndërhyrje hibride. Ballkani bëhet sërish, shndërrohet sërish në një front të hapur, jo më me tanke, por me një kaos politik që askush nuk e merr vesh të parin nga i dyti. Kosova automatikisht kalon në momentin e një rreziku të shtuar indirekt. Rusia pas një diskutim. Në një pozicionim të qartë të Turqisë, Rusia do të shtyjë Serbinë drejt provokimeve të kontrolluar. Dhe çdo tension në Kosovë shërben si mesazh për NATO-n dhe për amerikanët dhe veçanërisht për Turqinë. Turqia, nga ana tjetër, nëse është e zënë në Siri, në lindjen e mesme dhe në Azinë Qendrore, me ngarkesat dhe me lojën e saj atje, nga Irani dhe aleatët e tjerë të Rusisë, të cilët do të angazhohen direkt, do të ketë më pak vëmendje ndaj Ballkanit. Dhe kjo e bën Kosovën dhe
çështjen shqiptare më të ekspozuar në rajon. Shqipëria është më ekspozuar, por gjithsesi mbetet pa zë strategjik. Është pjesë e NATO-s, por pa kapacitet strategjik dhe peshë gjeopolitike reale, sepse është në një amulli të plot ku po riformatohet klasa politike shqiptare. Për këtë arsye, ky është momenti ideal për infiltrime ekonomike që po ndodh, për ndikim kriminal që po ndodh dhe për destabilizim social, politik dhe krijimin e krizave rajonale që është në prag ndodhje. Nëse Ballkani ndizet, Shqipëria nuk e kontrollon dot narrativën, por do të pësojë dhe do të paguajë fatura të mëdha. Dobësimi i Turqisë baraz me boshllëk në Ballkan, sepse Turqia ka qenë historikisht faktor stabilizues për shqiptarët dhe për Ballkanin dhe kundërpesh ndaj Serbisë dhe Rusisë në rajon. Ndaj nëse Turqia zhytet në përplasje të fortë me Rusinë duke u pozicionuar në krah të Amerikës direkt dhe me përplasje me Iranin dhe Rusinë në të njëjtën kohë, përballet me presion ekonomik dhe me sanksione, detyrohet të rreshtohet direkt me perëndimin, kjo na çon në një rezultante që thotë se Ballkani mbetet pa një lojtar aktiv rajonal dhe boshllëku mbushet nga Rusia me destabilizim, BE-ja pasive, SBA-ja selektive, e tërhequr, e ftohtë dhe pa ambasador. Rritja e operacioneve hibride në Ballkan bëhet e pashmangshme. Moska nuk ka nevojë për luftë klasike. Media dhe dezinformim është i mjaftueshëm për momentin. Tensione ndëretnike, protesta dhe lëvizje të fuqishme të sponsorizuara dhe krizë energjetike dhe ekonomike. Dhe ndaj, incidenti i dronit është mesazh nga Moska që tregon se do të jemi përballë një lufte teknologjike, psikologjike dhe simbolike me mesazhe të forta. Mesazhi final për Ballkanin është nëse një fuqi si Turqia nuk është e sigurt në qiellin e saj atje në Ankara, ju dhe ne të gjithë do të jemi më të ekspozuar pas një diskutim. Dhe Ballkani po hyn në një fazë ku neutraliteti është iluzion, loja e dyfisht ndëshkohet dhe mungesa e strategjisë paguhet shtrejt. Për t'i vënë ka paksa historie, mund të themi shumë shkurt se Turqia nën presion do të thotë destabilizim i Ballkanit. Rusia godet periferit, Serbia rrit dhe tenton të forcohet, perëndimi rrit shkallën e hezitimit dhe tensionet rriten në rajon. Shqipëria dhe Kosova duhet të jenë vigjilente në këtë moment dhe duhet të bëjnë shumë kujdes sepse jemi në momentin më të rrezikshëm që kemi ndodhur ndonjëherë. Çfarë ka thënë Ilir Meta dhe pse hyri në lojë? Ilir Meta po tenton të hyjë në lojë për të çuar disa mesazhe. Unë jam lojtar. Unë kam të dhëna që mund të ndryshojnë lojën e 21 janarit. Unë kam të dhëna dhe jam njoftuar nga amerikanët se ata kanë patur informacion se do të ketë të vdekur në shesh, informacion i rëndësishëm. Dhe Ilir Meta po u thot spakut më riktheni si lojtar dhe po u thot atyre gjithashtu nëse në kohën në mënyrë të heshtur sigurisht, se në kohën e përplasjes së madhe ndërmjet Berishës, Ramës, Ballukut dhe daljes nga skena të lojtarëve të vjetër, ai po thot më bëni dhe mua lojtar në këtë moment, mos më lini jashtë loje. Ai ka thënë se shërbimet inteligjente amerikane ishin në dieni dhe se e kanë njoftuar atë për skenarin e dhunshëm në 21 janar, që u zbatua atë ditë, një pretendim që lidh skenarin e protestës me aktor të huaj ose struktura inteligjencë, që do të thotë se kjo është edhe një mesazh për Edi Ramën që Ilir Meta mund t'i hap telash, por jo më pak edhe Sali Berishës, duke i kujtuar dyshes se tashmë po luajnë dyshe pa Ilirin, duhet të ishin treshe.
dhe se Iliri tenton të kthehet nga burgu si një lojtar me peshë nëpërmjet lëvizjeve të cilit ai përmend elitave shqiptare politike, se ai ka informacione më shumë se ata mendojnë dhe se në qoftë se do ta vazhdojnë lojën pa Ilir Metën, ata mund të paguajnë diçka shumë të tmerrshme sepse Ilir Meta ka informacione të cilat mundet t'i nisë dhe mund t'i nxjerrë në fushë të argumentuara dhe të provuara bashkë me shërbimet inteligjente amerikane, sikur Meta i ka ditur, edhe pse mund t'ja kenë dhënë amerikanët që t'i nxjerrin në lojë, si tentativë amerikanëve për të goditur fort dhe për të terrorizuar me stilin dhe me formën e tyre dyshen Rama Berisha që po luajnë fort me njëri tjetrin, me Endri Shabanin, me Adriatik Lapajn, me Kuvendin, me sherrin e Kuvendit, për të bërë një gurgule që mashtron shqiptarët dhe ka për synim të lërë jashtë përpjekjet e ndërkombëtarëve për të goditur edhe Ramën edhe Berishën. Si e bën këtë? E bën me teatrin e pështirë sot në parlament, ku të pështirët e PD-s, të cilët firmosën për Endri Shabanin avokat i popullit, shqyenin xhaketat e tyre sot dhe bënin si të rebeluar me dirigjim të profesor doktor Sali Berishës, që të bënin si të mërzitur në mënyrë që të ringrehin grindën tek shqiptarët dhe t'i bëjnë ata gati të hidhen në protest për të kontrolluar lojën po Rama dhe Berisha. Sepse nëse e kontrollojnë ata lojën, nuk ka asnjë lojtar të ri. Dhe lojtar të ri ata i vrasin ose me injorim, ose me nxjerrje nga loja, ose me ofrimin për shqiptarët të modelit të Pisët, Shabani, Lapaj, të cilët ishin të rit që ju servirën shqiptarëve si shpëtimtarët dhe dolën më të poshtër se të poshtrit e 34 vjet politik. Dhe qëllimi i tyre është për të thënë shqiptarëve të rit, këta që i shihnin televizor dhe që i shihnin nëpër YouTube, që ju bëjnë moral, ata janë më të ndyrë, më të poshtër dhe akoma më të fliqur se sa ne. Ndaj dhe bushtra marksiste e mjaftit e shthurjes Endri Shabani doli dhe bëri sot puthjen e Judës për bushtrat e PD-s, të cilat aktronin sikur ishin të mërzitura, ndërkohë që vetëm para pak ditësh, me urdhër nuk di të Salianit atë Mulit, ata asaj Bjondes nga Saranda, pas kanë firmosur dhe nuk e dinë se ku e kanë çuar firmën, bashkë me Tomora Alizotin e me Mulin e me këta, të cilët shqyeshin sot nga xhaketat bashkë me djalin e Fari Balliut dhe me deputetët e tjerë, dhe emrat i kishin tek lista që kishin firmosur për Shabanin, dhe Shabani i puthi me puthjen e Judës për t'i treguar që skeçi është i bukur. Unë fitova me mashtrimin tim për shqiptarët dhe mora shpërblimin duke u votuar nga Edi Rama, i mora dhe votat tuaja, sepse Ramës dhe Berishës i duheshin për të kontrolluar të gjithë sistemin, bashkë me PD-n, bashkë me PS-n, në mënyrë që të vrasin çdo lloj tentative të re për të hyrë lojtar të ri në fushë, sepse ata duan të kontrollojnë lojën deri në fund. Kjo ishte loja, miq të dashur, ky ishte pislëku, kjo ishte ajo që unë kisha dëshirë t'ju a shpjegoj sot. Shpresoj që ju ta keni kuptuar këtë që po ju them. Unë kam vite që ju a shpjegoj, do të vazhdoj të flas derisa të thahet çdo lloj sekrecioni në gojën time. Do të flas për historinë, do të flas për t'ju treguar që ju a kemi thënë të gjitha dhe për t'ju bindur për një gjë shumë të rëndësishme. Jo, nuk është ky popull gjithi i poshtër. Ata janë të poshtrit, ata janë fllihësirat me gjithë skenarët e tyre dhe me bordellot mediatike që financojnë, ngren dhe ulin këtë duan ata. Kur duan ata për të bërë teatr dhe për të sunduar përjetësisht shqiptarët.
Kjo ishte loja Shabani, Berisha, Rama dhe shqyerja në parlament sot, ndërkohë sorosianët dhe shokët e Shabanit bredhin nga studio në studio sot, duke bërë moral, jo duke thënë që Shabani u tregua i poshtër dhe tradhtari i popullit, por duke thënë se ata janë gati të arratisen nga Shqipëria se kjo neveri është bërë e padurueshme. Skenari është, ftesa është për shqiptarët, zhdukuni nga këtu se ky vend nuk ju përket ju. Ky vend nuk ka për të bërë kurrë. Dhe ky është një mashtrim që e sponsorizon sistemi dhe zarët e tij anti-shqiptar, që maskohen herë si figura të reja, herë si prostitutat vjetra. Kjo është loja në Tiranë. Ky është skeçi Rama Berisha Shabani parlamenti sot. Kjo është loja e Ilir Metës e re me deponimin e tij për 21 janarit dhe kjo është loja dhe përplasja e rrezikshme Rusi Moskë. Pjesën tjetër ju e dini vjen në numrin e ardhshëm.